Sipas një parabole të filozofit romak Seneca, përgjithësi, dietarët e jetojnë jetën e tyre larg pujës dhe publicitetit të dyshim, larg pushtuesve politik dhe përfitimeve tipologjike të administratës shtetërore. Dietarët janë gati si të padukshëm, pikërisht se janë më të dukshëm nga të gjithë. Dietarët nuk përmenden sepse ato jo vetëm janë kujtesë, por janë vetë substancë e kujtesës. Dietarët nuk përfillen, por në thelb ata janë autoritetet e vërtet të kombit. Profesor Dr. Shukri Rahimi lindi më 1 maj 1925 në fshatin Nesals të Bujanovcit në Kosovën Lindore. Mësimet e para i ndoqi në vendlindje. Shkollën e mesme e kreu në Shkup e Pej, kurse shkollën e lartë në qytetin e Nishit në drejtimin histori gjeografi. Gjatë studimeve njëkohësisht në fillim punoi mësues në një shkollë fillore, e më pas do të shërbej inspektori i arsimit në komunën e Bujanovcës. Në vitin 1957, u shpërngun në Shkup, ku krahas punës së rregullt të pedagogut në shkollën normale Liria, më vonë Zeflush Marku, vazhdoi studimet me korrespondent në Fakultetin Filozofik, pranë Universitetit Shën Kirilje Metodi në Shkup, në departamentin e historisë, ku u diplomua më vitin 1962. Në vitin 1965, profesor Shukri Rahimi u zgjodh ligjërues i lëndës së historisë në Akademinë Pedagogjike në Shkup, ku punoi një kohë të gjatë, duke dhënë kontribut të rëndësishëm në ngritjen e brezave të rinj të arsimtarëve nga trevat e Maqedonisë, Kosovës dhe Luginës së Preshevës. Krahas punës së pedagogut, profesor Shukriu prej kohësh shfaqi interesimin për studimin dhe themelimin e njohurive mbi të kaluarën e popullit tonë. Kështu që nga fillimet e viteve 60 të shekullit 20, ja filloi punës shkencore kërkimore në Arkivin e Maqedonisë, e më pas në institucionet arkivale të Serbisë, Vienës, Sarajevës dhe Tiranës, duke pasur gjithnjë si objektiv kryesor hulumtimin dhe studimin e epokës së rilindjes kombëtare shqiptare. Si rjedhoi e punës së gjatë hulumtuese kërkimore, shkencore, në arkivat e lartë përmendura dhe konsultimet e literaturës relevante, profesor Shukri Rahimi, që nga viti 1962, filloi t'i dilin në gjuhën shqipe në Maqedoni dhe në Kosovë, si në Jehona, përparimi, gjurmimi albanologjike, vjetari i arkivit, flaka e vëllazërimit e tjerë. Po ashtu ai publikoi punime edhe në revistat që dilin në gjuhën maqedonase, Glasnik e INT, Historia e tjerë në Shkup, si edhe në gjuhën serbokrate, Iq, Nastova, Povijesti e tjerë. Profesori ishte i hapur në veprimtarinë e tij, në një kohë mjaft delikate ai arriti të shkruajë vepra të cilet zhvendosën kufijtë e historiografisë shqiptare. Vepra e tij monumentale Vilajeti i Kosovës do të bëhet shenjë identifikimi i veprimtarisë së profesorit dhe ai do të njihet madje edhe jashtë kufive të Jugosllavisë së atërshme. Përndryshe, ai zhvilloi pa droje një polemik mjaft dinjitoze me historianin serb Bogumil Hrabak, e cila polemik edhe sot e kësaj dite të le pa fjalë kur e lexon guximin e tij në një kohë mjaft të ndërlikuar dhe delikate. Në këtë rast, dua të falenderoj familjen e profesorit Shukri Rahimi, e cila ka vendosur që bibliotekën e tij personale, që adhuroi Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve këtu në Shkup, me që rast ne do të hapim një fond të veçantë, fondin Shukri Rahimi pranë kësaj biblioteke. Faleminderit. E kam shumë të vështirë në këtë moment të përshkruaj emocionet e familjes, posaçërisht të zotëri Ilirit, për ndarjen nga kjo bibliotekë, se është, siç e tha ai vetë, është simbolika e profesorit, librat e tij, këto ishin veglat e punës me cilët vite me radhë krijoi në studion e tij në shtëpi, e gjetiu ku punoi, dhe ne shpresojmë që kjo bibliotekë do ta vazhdojë jetën nga familja e Shukri Rahimit në familjen tonë të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve. Gjithashtu, për të nderuar krijimtarinë e tij shkencore, Këshilli i Institutit ka marrë vendim që të ribotoj në këtë vit jubilar të 100 vjetorit të lindjes, të ribotoj veprën monumentale Vilajeti i Kosovës, për ka gjithashtu i falenderojmë familjes që u pajtua që të bëhet ky botim.
Për veprimtarinë ati arsimore dhe shkencore, më së miri flasin studentët dhe bashkëpunëtorët e tij të shumt. Unë mund të them vetëm se xhaxhai im i përkiste atij brezit të dietarëve që historinë e shihnin jo vetëm si shkencë, por edhe si detyrim moral e kombëtar. Në fund, dua të ndaj me ju edhe një dëshirë të ndjerit, e cila është njëkohësisht edhe dëshirë e familjes tonë, që bibliotekën e tij personale t'ia dhurojmë me zemër institutit për trashëgimi shpirtërore dhe kulturore të shqiptarëve. Kjo bibliotekë nuk është thjesht një kolekcion librash, është trashëgimia e tij më e pastërt. Shpresojmë se këto libra do t'jenë frymëzim për studiuesit e ri, për ata që do të kërkojnë të vërtetën e historisë sonë kombëtare, sepse xhaxhai im besonte se historia është kujtesa e një populli, e pa kujtesë ai popull nuk mund të mbijetojë. Për në fund, ju falemderit që nderuat jo vetëm punën, por edhe idealet, atë dhe dashurinë me të cilën xhaxhai im jetoi dhe punoi. Krahas punimeve të publikuara në faqet e revisteve të përmendura si rrjedhoi e punës kërkimore shkencore disa vjeçare, më 1969 botoi monografinë e parë me titull Vilajeti i Kosovës. S'ka dyshim se kjo vepër është përpjekja e parë ndër ne për të trajtuar gjithashëm vilajetin e Kosovës, prej themelimit e deri në kalimin e tij nga pushtuesi osman në pushtetin serbo-majazes, pas luftës së parë ballkanike. Kujtojmë këtu se autori me këtë monografi, duke u mbështetur kryesisht në burimet e provinciencës serbe, ja doli për herë të parë të hedhë në dritë shumë çështje të trajtuara. Vlen të theksohet se kjo vepër u mirëprit nga studiuesit tanë, nga intelektualet, përgjithsisht nga masa e gjerë e lexuesve në të gjitha viset e banuara me shqiptarë në ish Jugosllavinë në diasporë. Suksesi që ja solli vepra e parë, Vilajeti i Kosovës, mbase i dha nxitje autorit për të vazhduar edhe me ngulm punën e më të tjeshme kërkimore shkencore, për të studiuar epokën e rilindjes kombëtare. Më shumë se 6 dekada si mësues, pedagog e profesor, pra ligjërues universitar, profesor Shukriu do të angazhohet dhe do t'i përkushtohet me tërë e tij punës kërkimore shkencore për të studiuar epokën e rilindjes kombëtare shqiptare. Po të ndiqej me kujdes veprimtaria krijuese në këtë sferë, mund të vërehet se ai gjatë tërë kësaj pune ja doli të arrijë rezultate gjithnjë të mira dhe t'i thelloi e ndriçoi njohuritë në kërkimin e së vërtetës historike. Kontributi dhe vendi i tij në historiografinë shqiptare është i një rëndësie jo të vogël, për çka flasin hapur veprat monografike si dhe qindra punime të botuara në revista, gazeta, të cilat do të lënë gjurmë në historiografinë tonë. Nga ajo që u tha më lartë, mund të thuhet se ai është ndër pionerët e historiografisë shqiptare në trevat lindore dhe verilindore, duke dhënë njëherë kontributin e tij të çmueshëm edhe në ndriçimin e aspekteve të ndryshme të epokës së rilindjes kombëtare nga vitet 30 të shekullit të 19 e deri në shpalljen e pavarësisë dhe ngritjen e flamurit në Vlorë më 28 nëntor 1912. Portreti i dietarit do të jetë i mangët nëse nuk theksojmë se profesor Shukri Rahimi në vitet 90 të shekullit 20 për ca vite do të zgjidhej deputet në legjislacionin e parë të parlamentit të Maqedonisë nga Partia për Prosperitet Demokratik, kolegi profesorit Ismetit nga Partia e Prosperitetit Demokratik. Të dhënat e mësipërme janë ngurë kilometrazhi të rrugtimit jetësor të historianit dhe studiusit Shukri Rahimi. Libra dhe punimet shkencore janë të botuara, pra të hapura për syrin e lexuesit dhe janë të tjerët ato që i lexojnë dhe sot edhe nesër. Ky moment, njëkohësisht, është një rast i njohur vlerash e vërtet të pavdekshme të njerëzit, studiuesit, historianët dhe dietarit, për të ndjekur shembullin e tij dhe për të gjetur frymëzimin dhe krijim të ri të ato gurra të arkivave dhe dokumenteve arkivore që inspiruan dhe ushqyen veprin kapitale të historianit, pedagogës, studiuesit, profesor Shukri Rahimi. Lavdi historianit Shukri Rahimi, që
nga data 9 mars 2021 u bë edhe ai vetë histori i çmuar dhe i paharruar.